Përshëndetje gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem ftuar doktor Zamir Demiraj, mjek ortoped në Spitalin e Traumës dhe pedagog në Universitetin e Mjekësisë. Doktor, faleminderit që pranuat ftesën tonë, faleminderit që jeni për pjesë të emisionit. Falenderoj dhe unë për ftesën që më bët. Në fakt, doktor, në Spitalin e Traumës ke gjithmonë çfarë të thuash, dhe aq më tepër kur ke të bësh me profesionistë si ju që keni një jetë në shërbim në atë pozicion ku sigurisht puna është e madhe, edhe trauma dhe vështirësia praktikisht në punën është e madhe. Kështu që unë mezi pres të dëgjoj më shumë nga karriera juaj, nga rastet klinike që keni për të ndarë me ne, edhe sigurisht nga gjithë eksperiencia juaj. Padyshim unë domethënë dhe këtë vit dhe bëj 30 vjet eksperiencë në Spitalin e Traumës, që në moshën time të re apo që gjatë specializimit natyrisht jemi ndeshur me raste shumë të vështira dhe ai spital gjithmonë ka pritur dhe ka përballuar dhe aksidentet automobilistike apo aksidentet tjera që ndodhin në vendin ton, apo është përballur dhe me situata lufte apo situata tërmeti apo situata të tjera të vështira me dëmtime masive të popullatës. Dhe gjej rastin këtu me që jam të falenderoj gjithë kolegët e mi dhe gjithë personelin e Spitalit Traumës për punën e shkëlqyer që kanë bërë gjithmonë. Dhe që kanë qenë gjithmonë në ndihmë të pacientëve dhe afër pacientëve. Në fakt edhe nga eksperiencat personale, ajo që kam vënë në atë spital gjithmonë ka qenë një unitet i jashtëzakonshëm në raport me, sigurisht në rastet e rënda nuk diskutohet, po në tërësi në mënyrën e organizimit punës e në mënyrën e humanitetit në raport me pacienti. Kështu që edhe ju kur e thoni që është i punë ekip edhe e të gjithës bashku është për të lavdëruar. Po, spitali jon në pjesën më të madhe të rasteve natyrisht që duhet puna e ekipit aq më tepër që në sallën e operacionit pa një ekip të përgatitur nuk mund të jesh i suksesshëm sado vetë shumë i mirë të jesh. Doktor, unë do doja të dëgjoja diçka më tepër për ju. Si keni zgjedhur të jeni mjek dhe si keni marrë rrugtimin më pas të një specialiteti të vështirë siç është ortopedia në karrierën tuaj? Së pari zgjidhjen mjek nuk e kam bërë me dëshirën time, unë i përkas një mature të hershme të para viteve 90, ku specialitetin në cilën do studioje jepeshe nga komitetet ekzekutive të dikurshme dhe mua më çuan për mjekësi të përgjithshme, pavarësisht se 3 kërkesat e mia kanë qenë në drejtim të shkencave të natyrës, në drejtim të matematikës, inxhinierisë së ndërtimit dhe të fizikës. Mirë po, nuk që dhe gjatë gjithë semestrit të parë, vitit të parë të Fakultetit të Mjekësisë, kam dashur ose kam biseduar me shok koleg për të ndruar specialitetin, mirë po pasaj nuk që e mundur. Dhe ndoshta ajo që më bëri të mos e ndroj ka qenë provimi i parë i kimisë organike dhe ndoshta profesori që ka qenë e falenderoj, ndoshta ai më futi atë dëshirën e mjekësisë, pasionin për mjekësi, ose lëndët e shkencave të natyrës dhe i falenderoj profesorët e shkencave të natyrës, natyrisht dhe të Fakultetit të Mjekësisë. Domethënë deri në fund të vitit të parë ke dëshiruar? Deri në fund të vitit të parë kam dashur dëshirë të shkoj në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Është pak shumë, ndërsa pasaj vitet rodhën dhe si thua u dashurova me mjekësinë, mbarova universitetin dhe në një moment të vështirë pasi i përkasim brezit studentëve të ndrimit të sistemeve dhe u atashova në spitalin rajonal ose në spitalin lokal të Bilishtit në Devoll, ku dhe aty megjithëse ishte një spital i vogël me pak shtretër, me pak mjek, por na kanë mirë pritur. Ne ishim 2-3 mjek të rinj, mjek të vjetër na kanë mirë pritur dhe na kanë ndihmuar tej mase për arsye se është e rëndësishme në mjekësi të arrish të krijosh raportin midis teorisë dhe praktikës. Domethënë për të shkuar nga libri tek shtrati pacientit dhe nga shtrati pacientit tek receta që do japish apo tek diagnoza që do vendosësh është një çik pak e vështirë. Duhet të jesh i aftë të dish çfarë rëndësie do i kushtosh koeficientëve të shenjave klinike apo të ekzaminimeve paraklinike.
Mjekët e atij spitali më kanë ndihmuar tej mase, ndoshta edhe në poliklinik me konsultat apo qoftë me rastet e thjeshta të shtruara. Dhe natyrisht pasaj dhe u përballa për rreth 2 vjet mjek i përgjithshëm në zonat rurale, edhe ajo ka qenë një moment shumë i mirë, si thua, për të krijuar atë nocionin e mjekut të përballesh si mjek i ri me sëmundshmërinë dhe të krijosh një ide mbi sëmundshmërinë e pacientit. Pasi pavarësisht specialitetit që je, kur vizitojnë pacientë është kompleks. Domethënë, pacienti nuk e shikon vetëm nga kockat apo kardiologu ta shkojë vetëm nga zemrat apo ortopedi vetëm nga këmba. Pacienti është kompleks në totalin e tij. Në diskutimet e shpeshta që bëjmë sot me studentët, besoj dhe ju ka qelluar sikurse mua, sot studentët e kanë shumë të vështirë konceptin që duhet të punojnë mbasi të përfundojnë shkollën. Pra kanë një koncepti është që të përfundosh edhe specializimin më pas të punosh. Pra koncepti i këtij mjeku të përgjithshëm është thuajse drejt largimit. Edhe në fakt kur ju dëgjova ju, pyetja që më erdhi në mendje ishte sa e rëndësishme është për ta dhënë këtë lloj mesazhi, sepse puna në direkt në terren me pacientin të përballë me të papriturën edhe të bën mjek. Po, kjo është më se saktë. Neve pavarësisht ose si thua ajo lënda që bënim diku në fakultet propedeutika është shumë e rëndësishme. Një student pavarësisht mund të jetë student ekselent, por përballje me pacientin, si thua, ai momenti i parë stresant që mund të ndjejë mjeku kur përballet për herë të parë me pacientin dhe fiksimi i shenjave klinike që mund të bëjnë, ato, si thua, do bëj një farë algoritmi në trurin e tij për të vendosur mënyrën e trajtimit apo për të vendosur diagnozën dhe pastaj mënyrën e trajtimit. Kjo është pika kyçe ndoshta e çdo specialiteti dhe unë, domethënë, më vjen shpesh i këshilloj studentët kur jap mësim, por do ishte gjëja më e mirë, duhet vendosur një raport midis diplomimit, midis marrjes licencës dhe marrjes specializimit. Ndoshta ajo duhet të shtrihet pak në kohë. Dikush mund të thotë që ndoshta janë mjaft 6 vite fakultet mjekësisë dhe ndoshta ti po i merr prap kohë nga jeta e tija dhe duket sikur e torturon, thonjza, e mundon, por ti në fakt aty ke bërë mirë. Domethënë, ke formuar si mjek. E ke formuar si mjek. Po rrugtimin specializimin tuaj, doktor, si ka vazhduar më pas në ortopedi? Dhe këtu ka diçka, po unë kam dhënë 2 herë konkursin e marrjes specializimeve në vitin 1994 e fitova dhe ishte një konkurs shumë i rregullt, i organizuar nga dekani Fedon Meksi, dhe megjithëse mora një vend shumë të mirë në rënditje, nuk arrita të marrja dot specialitet kirurgjikal se e dashuroja kirurgjinë. Dhe e lasha të vit konkursin, ose si thua e humba në thonjza, dhe konkurova prapë dhe mora ortopedin pasaj. Dhe marrja ortopedisë ka qenë, domethënë, rezultati fitore i rënditjes në konkurs, nuk ka qenë asgjë më tepër, dhe patëm dhe një moment, si thuash, fati në thonjza, se s'mund t'i thuash fat që ndodhi në theshtata në Shqipëri, por ne filluam specializimin në janar të 96, fituam konkursin në 96 dhe fituam specializimin në janar të 97-s. Dhe për disa javë filloi rëmuja e 97-s dhe jemi përballur me raste nga më të ndryshmet, me urgjenca pafund, me dëmtime me armëzjarri apo dhe me aksidente. Ne ishim në ciklet tona javore të kirurgjisë, 6 javë në kirurgjia plastike, 3 javë këtu, 2 javë në neurokirurgjia. Momenti i fillimit të krizës në theshtas ose i thellimit të krizës na ka kapur te kirurgjia vazale apo angiokirurgjia, ku shefi klinikës ka qenë profesor Edmondi apo profesor Abdiu ka qenë atëherë apo dhe Edison Alili, dhe si të them, gjej rastin t'i falenderoj, pasi profesorët aty na dhanë ato principet e para të kirurgut. Ndoshta mjekim në plagës, suturim në plagës, si thua, krijimi i idesë ose në një farë mënyrë heqja e fobisë së sallës së operacionit ose e pajisjeve të sallës së operacionit, se gjithmonë kur hym për herë të parë e kam
provuar kur kam qenë student vit tretë dhe më zhdukur si diçka e huaj. Domethënë ti të familiarizohesh me sallën e operacionit. Këtë familiarizim e kam krijuar në atë klinikë dhe domethënë natyrisht që jam bërshia se klinike dhe atij specialiteti, aq më tepër që na ndihmuan dhe shpesh herë kur ndeshim me dëmtimet vazale që janë të shpesha në traumatologjinë tonë, më kanë bërë një eksperiencë shumë të mirë. Më kanë dhënë një eksperiencë shumë të mirë. Doktore, kujtoni rastin tuaj të parë si mjek ku ju duhet të keshit ju përgjegjësinë primare mbi zgjidhjen e situatës pacientit. Po, ne jemi përballur natyrisht me raste dhe ke urgjenca që gjatë specializimit dhe për fatin tonë dhe kur rrimi roje ke urgjenca e spitalit dhe në specializim prismi raste dhe bënim si thua operacione në mbikëqyrjen e primarit, po operacione minore, mund t'i them përpunimin e një plagë operatore, suturim në një tendini apo të një frakture të thjeshtë. Rasti mirë, por si të thuash, kur ti operon dhe nuk e ke mbi supe, do thosha anthojze pacientin, nuk ke përgjegjësinë e curisë pacientit, po e ka dikush tjetër, ndoshta është më thjesht, pavarësisht se ke përgjegjësinë morale, po nuk ke përgjegjësinë administrative. Ndërsa kur i ke të dyja përgjegjësitë përsipër, pastaj është momentet e para janë gjithmonë të vështira. Jam përballur ose ai operacioni i parë që si thua primarët apo shefat më kanë lënë të operoj ka qenë një frakturë kërcieri dhe domethënë tash ende i ndjej vështirësitë që kam kaluar në atë moment të parë. Në hapat e para për të bërë incizion apo për të bërë reponimin e frakturës apo për të bërë sa më mirë ostosintezën, që në ato vite nuk kishim këtë modernizim që kemi tani, se kirurgjitë natyrisht janë modernizuar dhe mund të themi, por kanë qenë momente të bukura dhe të vështira. Doktor, në gjithë karrierë më thatë 30 vite karrierë, cili është ai rast që realisht e veçoni nga rastet e tjera për shkak të vështirësisë apo për shkak të gravitetit që ka pas që të donin ta ndalin me ne në diskutimin klinik praktikisht si është zgjidhur dhe si ka ardhur deri te ju? Unë jam përballur me raste të vështira që në rinin tim ose në vitet e para të jetës, se harroj gjithmonë më kanë ngrirë në kujdes një rast me një traumë automobilistike, aksident me motor dhe një gjendje shoku traumatik hemorragjik dhe një frakturë malgajne e baçinit ose baçini totalisht i hapur dhe kemi bërë shumë përpjekje, unë bashkë me kolegun tim, mjek i ri dhe ai, bashkë me kirurgët dhe domethënë pas shumë orë përpjekje, neve kemi bërë disa metoda sinteza shumë të thjeshta thjesht për të siguruar si thua një mbyllje të baçinit dhe për të bërë ose për të mos lejuar humbje të mëtejshme të hemorragjisë të pacientit dhe kemi ndjerë vështirësi, po njëkohësisht kemi ndjerë dhe një kënaqësi. Domethënë puna e kirurgut natyrisht ka vështirësitë e saj, ka lodhin e saj, po në pjesën më të madhe rasteve ka edhe kënaqësinë e saj. Çfarë moshe ka pas pacienti? Pacienti ka qenë çun i ri, 23 vjeç. 23 vjeç, nga traumat... Nga traumat, aksident me motor në rrugën Mështyshi. E kuptoj. Doktor, në aspektin e pikërisht moshës, meqense jemi në këtë rast, a kujtoni në një rast që ju ka ngelur në mendje për shkak të moshës së re, një rast i vështirë që jeni përballur në jetën tuaj? Po, natyrisht ka dhe raste të vështira për arsye të moshës, ose moshat pediatrike kanë qenë më të vështira për të trajtuar, jo për sa i përket vetëm traumatologjisë, por për sa i përket dhe ortopedisë. Pasi tani në vitet që flasim ose në dekadën tonë, ndoshta frekuenca e sëmundjeve kongenitale të aparatit lokomotor ka rënë, por në vitet 2000 kemi pasur një frekuencë shumë të madhe të luksacionit kongenital kosto-femoral dhe operoheshin shumë raste të tilla, natyrisht operoheshin nga profesorët tanë, ne asistomin më tepër në ato operacione, ndiqmin pacientin në dinamik, në pavion dhe në ato, dhe i ndjemin që komunikimi me prindrit, komunikimi me fëmijët, kishte disa specifika, nuk që gjithmonë i lehtë.
Domethënë dhe pastaj kur merrshim më tepër ose si tani që merrem më tepër me traumatologjinë e adultëve apo me pacientë adult, është më lehtë për të trajtuar një pacient adult, ndërkohë për të trajtuar një pacient në moshë pediatrike ka vështirësitë e saj. Për arsye se gjithmonë ke fëmijën, ke stresin që ka fëmija, stresin që ka prindri, të cilat dhe stresin së mundjes dhe të cilat ballafaqohen dhe krijojnë një triadë në çik të vështirë për të përballur. A kujtoni në një rast specifik? Po, kujtoj një rast specifik, atëherë ka qenë gocë e vogël, 3 vjeçe, ne kemi operuar të vogël me gjithë vështirësitë e tyre, si thua operuam, operacioni vajti shumë mirë, por ditën e tretë pësoi një infeksion plaga operatore dhe ishim detyruar të mjekonje në dinamik ose të ripastroje plagën operatore, e cila të ul cilësinë e trajtimit ose mund të dështoj trajtimi. Zakonisht në këto raste duhet jesh shumë i kujdesshëm ose gjej rastin këtu të them që kirurgjia ortopedike apo traumatologjike i përkasin kirurgjive që duhet të kenë një nivel të lartë steriliteti. Për arsye se sado i kujdesshëm të jem stafi apo pjesa tjetër e bllokut operator, një infeksion në traumatologji është ndoshta shumë më keq se sa një infeksion në indet e buta pa dashur të ul rëndësinë që kanë specialitetet e tjera. Është deri madje në disa raste është jetë rrezikon jetën. S'mund ta thosha rrezikimin e jetës, po të rrezikon invaliditetin. Invaliditetit. Domethënë literatura franceze, me që unë përkas asaj shkolle, ka një shprehje, domethënë që më e keqja në ortopedi është një protezë e infektuar. Në rastin konkret, si shkoi ndërhyrat e kjo vajzë, si shkoi vazhdimësia? Nuk na shkoi shumë mirë, bëri ankilozë dhe domethënë ndoshta nuk e di çka ka bërë më vonë, po duhet të jetë intervenuar me një protezim rreth moshës 18-20 vjeç. Nuk ka shkuar. Doktor, në karrierën tuaj pa diskutim jeni përballë me raste të cilat edhe pse puna është bërë maksimale për shkak ndoshta të kohës që kanë ardhur te ju ose për shkak të nivelit të traumës që kanë patur, edhe pse ndërhyra ka qenë në kohën e dur, nuk kanë shkuar siç duhet, ndoshta ndonjëherë dhe me humbjen e jetës. A kujtoni ndonjë rast që ju ka ngelur në mendje për shkak të se mjekët në fund ditës janë dhe njerëz, janë dhe human, domethënë edhe pse përpiqesh mos kesh empati në sallën e operacionit, po në shumë raste ju e dini më mirë që kjo jeton me ju për një kohë të gjatë, një situatë e vështirë që ju kaloni në sallë. A mund të kujtoni në një rast specifik në karrierën tuaj? Po, rastet e vështira ngelen gjithmonë në memorien e mjekut. Sado i mund të jetë mjeku që thotë që unë shkarkoj gjithçka mbas mbarimit të operacionit, mbas trajtimit të rastit. Unë kam pasur një rast dhe kjo para shumë vitesh, dhe pacienti ka qenë në moshë të re, domethënë vjen i aksidentuar rreth orës 1:30, 2 të drekës me 2 fraktura të kofshëve ose 2 fraktura femorit të 2 ekstremiteteve. Dhe natyrisht është një urgjencë ekstreme, fraktura bilaterale e femurit dhe duhet ndërhyr sa më shpejt jetë e mundur. Dhe ne natyrisht që ndërhyjmë për të bërë osteosintezë, ndërkohë që po operohemi njërin për të bërë osteosintezë me fiksator ekstern, pacienti bëri brenda 4 orësh, domethënë ka erdhur nga ora 1:30 dhe nga ora 5:06 ka bërë embolinë grasoze ose embolinë yndyrore. Domethënë pavarësisht konsekuencave ose shenjave neurologjike që bëri, ecuria që e mirë pasaj, po domethënë si thua, ne megjithëse i krijuam të gjitha kushtet, domethënë për të operuar në kohë, për ta trajtuar, ndoshta ka diçka që domethënë kur zhvendosur që do ndodh kjo, do ndodh. Është risku i këtij praktikisht. Risku i pacientit, mirë, po ka dhe diçka tjetër që ti apo unë apo dikush tjetër duhet, apo spitali duhet ketë protokollet të sakta dhe të qarta. Domethënë ti duhet zbatosh protokollet, pastaj se ajo është statistika dhe rastësia ose risku i çdo personi, ne s'mund ta themi atë
ka ndodhur gjëra shumë tragjike, si shtregojnë profesorët tanë, do të thënë që pavarësisht marrjes së masave, kur ndodh ne ka qenë rast tjetër që më ka ngelur memoria, nëse lejohet ta them, por nuk është i vendit ton. Unë gjatë specializimit tim në Francë në vitin 2006, klinika e Marseilles ku ishte një klinik shumë e përparuar, aq sa që në atë kohë, domethënë bëshin endoprotezim dhe artikulacioneve me sistemet e navigimit ose me sistemet digjitale që kanë hyrë në masë sot. Dhe midis interventeve të tjera bënin dhe interventin e zgjatjes së personave, zgjatjet e ekstremitetit me anë të shtifteve endomedulare. Dhe u operua atë ditë vajza e zëvendësshefit klinikës, e cila vdiq mbas operacion, mbas 6 orësh të operacion, që ishte një tragjedi e vërtet. Dhe mirë po kur ndodh me gjitha masat në cila ishte arsye? Embolia, trombolia. Mirë po ti, domethënë, nëse ke vendosur ta bësh këtë, do ta bësh, nëse s'ke vendosur atëherë nuk ta bësh. Doktor, puna juaj është e urgjencave, edhe pa diskutim që ndonjëherë edhe kur je me familjen, kur je diku për të festuar, kur je diku në një situatë krejtësisht ndryshe, të duhet ndonjëherë të të bjeri telefoni dhe të thonë hajde tani në spital sepse është kështu situata. Mund të ndash me ne ndonjë situatë që ju ka ngelur mendje ku familja ju ka parë duke u thënë çfarë po bëni? Po. Më ka qelluar vjet për vit të ri, vjet për vitin e ri, domethënë më mori shoku im, i cili që aksidentuar fëmia dhe isha i detyruar të shkoja. Megjithatë nuk është po je në Tiranë, po je brenda një qytet, nuk është kaq. Kështu, aq më tepër që në orët e vona të natës nuk ka trafik dhe nuk është ndonjë problem shumë. Gjithë problemi jon nga shtëpia në vajtin aty është problemi i trafikut më tepër në orët e piku trafikut, ndërsa në orët e natës nuk është një problem shumë i madh. Mirë po unë do shtoja këtu dhe diçka tjetër, kur isha mjek i ri dhe nuk isha ortoped, se kam një diçka që nënësime apo edhe babait, se babai më ka vdekur, po nëna që është ende gjatë, nuk kam kthyer kur fjalën. Unë ishte natë e vitit të ri, data 31, dhe sa isha kthyer nga një urgjencë ku kisha vajtur, kisha trajtuar një kolecistit akut. Pacienti ishte rreth 45-50 vjeç, i kisha bërë injeksionet për të qetësuar dhimbjen dhe i thash ke këtë patologji, nëse do të kapi prap dhimbja, do shkosh në urgjencën e spitalit. Dhe erdha në shtëpi. Kaluan 2-3 orë, ne zakonisht e fillomin darkën e vitit të ri, në çik herët nga ora 8:30. Në moment që fillojmë shtrohet dhe më kërkojmë bie dera, nëse dal ke dera, dhe i shoh këta, domethënë familjarët e pacientit, hajde prap tha bëj ato gjilpar prap se prap e zuri dhimbja. Jo, i thash unë nuk vi, do shkonin në urgjencën e spitalit për të trajtuar, i thash. Ndërkohë nëna ime dëgjon dhe del ke dera. Dhe më thot, merre çantën na këtu dhe nisu shko. Dhe unë për herë të parë që natyrisht që shkova, po për herë të parë që nënësime ja ktheva fjalën dhe thash jo nuk shkoj. Jo të shkosh, jo nuk shkoj është, domethënë më ka ngelur në memorie që domethënë asnjëherë si ja prishën prindërve, po ka raste kur ti si thuash të thyesh egon tënde është e vështirë. Po si është të jetosh me këtë ndjesinë e gatishmërisë në çdo kohë? Domethënë, ju sot jeni një mjek në karrierë, pa diskutim janë 30 vite që shënojnë shumë, por prap edhe mbas 30 vitesh, ku sigurisht ju mund ta delegoni punën te një mjek tjetër më i ri, për një rast që mund të jetë një rast normal, pra një kirurgji e thjeshtë, prap gatishmëria ngel edhe lart, telefonon një mik, telefonon një shok dhe menjëherë do duhet shkosh për ta realizuar. Si është të jetosh me këtë gatishmëri? Pra si është në gjykimin tënd kjo lloj empatie me profesionin? Natyrisht, nëse dashuron profesionin nuk ka asnjë lloj stresi. Asnjë lloj vështirësie, asnjë lloj stresi, natyrisht të ngarkonin diçka, ndoshta nga ana e kohës, se ti mund të jesh duke bërë diçka, ndërkohë duhet të shkosh në spital, ose je duke shkruar diçka, apo duke bërë një temë, apo duke studiuar, apo qoftë duke u marrë me punët e shtëpisë. Mos perifrazojmë
gjithmonë që lexojmë libra. Dhe përveç kësaj nuk të krijon asgjë tjetër, aq më tepër që shumë njerëz të tjerë do kishin dëshirë të ndihmonin njerëzit në nevojë. Apo ja. Absolutisht. Ty po të ofrohet kjo mundësi dhe ta ka ofruar profesionit tënd. Atëherë ti duhet ta bësh. Nuk ke pse ta neglizhosh atë. Le ti duhet ndjesh kënaqësi që po ndihmon dikë, po ndihmon njëri. Një kjo. Së dyti do shtonja edhe diçka tjetër. Atë që mund të bësh në momentet e para të traumës, pa dashur të futem në protokollet e ATLS-it ose ATLS-s, është shumë e rëndësishme, orët e para janë të arta. Atë që mund të bësh sot mbas ditës ti, ndoshta nuk e bën dot nesër mbas dite. Dhe natyrisht trajtimi sa më efikas, se s'mund të sa më urgjent, po sa më efikas do ishte gjëja më e mirë që mund t'i ofroje pacientit. Në raport me pikërisht këtë që po flasim tani traumën, Shqipëria ka kaluar një sër situatash të ngarkuara, ka qenë 97, ka qenë tërmeti, kanë qenë një sër situatash ku pa diskutim puna juaj ka qenë primare për të përballuar këto situatash. A mund të ndani me ne ndonjë rast tipik pacientësh që keni kaluar në duart tuaja, ku ju është dashur ndoshta të hyni paradite për këtë gjë, pasdite për një gjë tjetër, në drejt për diçka tjetër, pra për shkak të një ngarkese të madhe që ka pas spitali i traumës në raste të tilla. Natyrisht, në traumat masive, për fatin tonë të mirë, siç e thash, edhe personeli i spitalit të traumës, ndoshta në thonjza do thoja për vetë gatishmërinë me cilën janë mësuar, dhe kur ndodhen traumat masive, personeli vjen vetë në punë, pa e thritur njëri. Kjo për mua më ka bërë shumë përshtypje që kur kam qenë mjek i ri, gjatë luftës së Kosovës, në një ditë mund të kenë erdhur mbi 25-30 plagosur. Natyrisht jo të gjithë ishin plagosur rënd, po ishin pacientë të cilët dushin përpunuar, ose duhet apo kartela, duhet terapia, duhet qofte përpunimi i plagës. Një lloj triazhimi në hyrje. Një lloj triazhimi në hyrje dhe një lloj trajtimi. Po. Kjo ndodh shpesh në aksidentet madhore, në traumat masive, apo edhe gjatë tërmetit, ka pas në tërmet. Gjatë tërmetit e mbaj mend si tani, domethënë unë kam mbritur në spital rreth një çerekore mbas tërmetit, domethënë sa bëm atë goditjen e mëngjesit të orës 4:25, sa ishte se mbaj mend fiks. Mëngjes herët ka qenë, domethënë sa nxorm kalamajt nga shëtësori dorën përjashta në pallate kështu, dhe pastaj gjëja e parë që menduam, tham duhet të shkojmë në punë. Pa na thënë njëri. Dhe u paraqit më aty natyrisht që kishte trauma nga më të ndryshmet, dhe ku ti bësh pjesë e ekipit të rojes, apo bësh pjesë e stafeve që janë deja aty në punë, dhe natyrisht do merresh me pjesën që do të caktojnë ty, ose që do të caktoj, si thua, ai që është koordinatori i urgjencës atyre momenteve, që është shumë e rëndësishme. A kujtoni në mënyrë specifike çfarë ju është dashur të bëni në atë ditë? Çfarë sallash keni pasur? Më tepër, domethënë më ka ngelur në memorie Gërdeci, se sa lufta. Apo Gërdeci, pa Gërdeci ka ngelur memorie, dhe ka qenë, domethënë, si thua, traumat e mëdha që kanë ardhur gjatë Gërdecit, dhe fëmijë që ndoshta ne nuk arritëm të shpojmë dot ekstremitetin, dhe ishim detyruar të amputomin për të siguruar survivancën e pacientit. Dhe ndoshta për t'i dhënë shpresë, po unë nuk arrita dot atëherë të shkruaja apo të bëja diçka, për arsye se unë vinja nga shkolla franceze dhe, si thua, kisha lexuar për këto në revistat për transplantimet e ekstremiteteve. Dhe thjesht, domethënë, ishin transplantuar ekstremitetet superiore, që është shumë i vështirë tek një punëtor i një uzine në Lyon, dhe mirë po ekstremitetet kishin mbajtur shumë pak, dhe thjesht për ta qetësuar fëmijën, për t'i thënë këtë, ose jo vetëm kësaj fëmije, po dhe shpesh me amputacione traumatike që ndeshemi,
Pasi kam dhe një pacient tani që jam duke trajtuar dhe ai me një aksident shumë të vështirë në Rinas dhe nuk duhet t'i themi asnjëherë që ti do jesh pa këmbë ose që ti do jesh pa dorë. Ajo është gabim dhe shpeshherë ne ndoshta perifrazojmë gabim. Natyrisht nuk do ta mendosh se do mbi dora apo do mbi këmba, por ti nuk e di se çfarë do udhëheq shkenca në të ardhmen. Ti duhet të jesh dinamik, domethënë unë mjafton ose të paktën ti duhet të dish atë tënden. Unë e kam filluar shkollën me shkumës me dras të zezë. Sigurisht çdo gjë evoluon me kalimin. Dhe tani jam në epokën digjitale. Domethënë gjithçka evolon me kohën. Më the për këtë rastin e fëmijës kur ka qenë koha e gërdecit, mund të ma thuash në mënyrë më të detajuar si ka qenë? Nuk e mbajt shumë të detajuar më në rastin, e di që ka qenë fëmijë i vogël, kanë qenë mjekë të tjerë që kanë atë, mirë po unë kam ndjerë shumë. E kuptoj. Ne ishim në bllokun e sallave dhe prismi rastet që sillin. Natyrisht që është katastrofë. Është traumë e madhe. Traumë e madhe. Kjo më ka ngel në memorje, më ka ngel aksidenti i studentëve të Elbasanit që bën në Himar me përmbysje të autobusëve dhe atje ka pas shumë raste dhe jemi përgjigjur në kohë. Unë nga ai aksident kam trajtuar vetëm një vajzë, natyrisht ne për fatin në të mirë kemi stafe të shumta dhe natyrisht do shpëndajmë. Kam trajtuar vetëm një vajzë që ka qenë një frakturë kolifemuri, goca e vogël dhe si thua ndërhyra në kohë dhe atë domethënë atë që deshte fraktura dhe arrita të krijoj sulvancën e kokës së femurit dhe pacientja është personel mjekësor sot dhe punon jashtë. Dhe ke kënaqësi pasaj, domethënë pasi ke arritur suksesin, ke kënaqësi. Doktor, ju si çdo specialitet tjetër keni dhe urgjencat 24 orëshe. Po. Dhe pa diskutim që secili prej nesh në punën tonë urgjenca përballet me një sër rastesh që shpeshherë janë edhe ndonjëherë habitemi sepse çfarë sill urgjenca 24 orëshe nuk ta sill kur rutina normale. A mund të ndani me ne ndonjë rast pacientit në specifike që jeni hasur gjatë një roje tuaj 24 orëshe, gjatë një shërbimi 24 orësh? Po, rastet janë të shumta dhe natyrisht ka raste të vështira që të ngelen në memorje që janë kryesisht traumat e hapura dhe kryesisht traumat me dëmtime vazale. Ka qenë rast, ka qenë ditë e diel, rasti ardhi nga një spital rajonal me një ekstremitet totalisht amputuar në nivelin skapolomeral apo krahu totalisht jashtë funksionit, mbaheshe vetëm në një cep të lëkurës. Atëherë në këto raste natyrisht që ne stafet, natyrisht ortopedi apo kirurgu vazal apo kirurgu i përgjithshëm për të trajtuar pacientin bashkë me anestezistin, se asnjëherë s'duhet të ullim vlerën në shoku traumatik, ndoshta vlera e tij është shumë më madhe se jona. Neve të jemi koherent, domethënë duhet të krijosh raportin e saktë nëse paktën për të mbritur surivancën e jetës të pacientit dhe pastaj edhe për të bërë të mundur surivancën e ekstremitetit. Tashti në këto raste kur ti pavarësisht të gjitha këtyre masave që ke marrë, faktorëve të marrë, atëherë do bësh gjën më të mirë për të ruajtur jetën e pacientit. Nuk mund ta neglizhosh ti ndoshta për të bërë në një kështu diçka jashtë protokolleve. Për arsye se protokollet kirurgjikale janë ato që janë, natyrisht evoluojnë, por jo gjithmonë ti mund të arrish të ruash sulvancën e ekstremitetit pa cënuar sulvancën e jetës pacientit. Ndoshta do ishte gabim. Kam dhe raste të tjera. Është realizuar urgjenca e në rregull është personi, po pa ekstremitet. Okay. Urgjenca e spitalit ton, si thua, nga puna e përqendruar e traumës që ka, ndoshta është një shkollë kirurgjikale më vete. Është shkollë kirurgjie më vete. Dhe bile dhe shpeshherë
Dhe sot kisha një rast tjetër që kishte qenë para disa ditësh në urgjencë, për arsye se janë shtuar shumë frakturat në moshën e tretë apo në pacientët e geriatrik. Dhe aty prap shpesh protokolli është i thjesht kirurgjikal, mirë po këto protokolle kirurgjikale i shkruajnë zakonisht profesorët e perëndimit, ku kushtet spitalore janë shumë të mira se ke neve. Dhe protokollet e trajtimit natyrisht janë gjithmonë kirurgjikale. Mirë po ne shpesh ndodhemi përballë pacientit sëmundjes familjarëve. Dhe në kohën e sotme shtohet diçka tjetër që në pjesën më të madhe apo shpeshherë fëmijët e pacientit nuk janë në vendin tonë dhe duhet kohë e madhe për të pritur për të ardhur. Dhe këtu natyrisht që në protokollin kirurgjikal është kjo frakturë duhet operuar ose është protokolli që frakturat e skajit proksimal femoral që janë mjaft shpeshta në moshat geriatrike duhet operuar, fraktura të vdes. Mirë po ti, do më thënë këtu shpesher pacienti ka një sër patologjish, komorbiditete që, do më thënë, hipertension, probleme kardiake, probleme pulmonare, diabeti, probleme tjera, dhe shpesher ne kemi vështirësi në vendimarrje. Koha është që nuk pret? Koha është që nuk pret, mirë është të trajtohet brenda 40 orëve, ose protokolli tjetër është fraktura e kolifemorit, ditën më të mirë trajtimit e ka ditën që e ka thyer. Absolutisht. Dhe mirë po ti dashur pa dashur, si thua pa marrë okejin e pacientit, pa marrë okejin e familjarëve, atëherë ti futesh në qorsokake të rrezikshme. Dhe aq më tepër, pjesa tjetër që është më e rëndësishme është në thonjza votbesimi i pacientit. Pacienti po të besojë që ti mund ta operosh, atëherë ti nuk duhet ta operosh. Ju hap një temë shumë të rëndësishme në kohët që po jetojmë. Ajo është kod etike shumë. Ku jemi me besimin e pacientëve, domethënë ka një tendencë që në këtë podcast ne vëmë gjithmonë theksin që në këtë realitet që jetojmë ka mjek të shkëlqyer, ka mjek profesionistë shumë të mirë, po që përballen her pas here me një mungesë besimi që unë do doja ta dëgjoj edhe për ju, ndoshta një mesazh, ndoshta një konstatim në këtë situatë që kemi me pacientët. Ne natyrisht besimi i pacientëve ka mjekut në konsulta apo në zgjedhjen e doktorit për të operuar, për operacionet e planifikuara është deri diku i thjeshtë. Për arsye se unë s'mund të shkoj ke një mjek ku unë nuk kam dëshirë të vizitoj, patjetër. Kjo është diçka më e thjeshtë. Ndërsa kush doktor të qëllon të rastis apo të qëllon ty kur ti paraqitesh ke urgjencë e spitalit, kjo është tjetër gjë pasaj. Në përgjithësi, pacientët apo dhe familjarët e pacientëve natyrisht marrin një ose si thua bëjnë një summary të tyre gjithmonë apo një pjesë e madhe e familjarëve dhe pacientëve kur ti i viziton, njëkohësisht të vizitojnë dhe ty dhe të vënë një notë. Dhe nëse, domethënë, nuk të besojnë, atëherë duhet dikush tjetër. Bashkëveprimi është... Jo, bashkëveprimi është shumë i rëndësishëm. Pacienti post të dha besimin, nuk është... Nuk funksionon dot. Për arsye se është një raport prap nga profesorët e tjerë siç e kemi dëgjuar, që raporti midis pacientit, sëmundjes dhe mjekut varet me kë bëhet pacienti. Nëse pacienti bëhet me sëmundjen, atëherë fiton sëmundja. Nëse bëhet me mjekun, atëherë mposhtet sëmundja. Absolutisht. Dhe prandaj është e rëndësishme ai besimi që krijon pacienti ke mjekët. Në kohën e sotme ka një rënje për fat të keq të të besimit që pacientët kanë te mjekët. Dhe kjo ka shkaqe dhe objektive dhe shkaqe të tjera të artificiale, si mund të kohës që jetojmë. Për arsye se shpesh pacientët sorollaten, vuajnë, jo të gjithë mjekët, domethënë krijojnë, jo me të gjithë doktorët krijohet empatia e pacientit dhe ose sistemi referimit i bën të në thonjza detyruar që ti do shkosh këtu. Ndërkohë që ai nuk e ka. Ndërkohë që ai nuk e ka atë, ndërkohë
Pjesa tjetër pasaj, pa dashur të futem në pjesën mediatike të shoqërisë shqiptare, si thuash, një fenomen negativ që ndodh në mjekësinë shqiptare e popularizojnë, e përgjithsojnë, e popularizohet me një frekuencë shumë të madhe. Ndërsa një diçka pozitive nuk që është e përditshme, nuk merr asnjë lloj vëmendje. Nuk merr asnjë lloj vëmendje. Është si duket kjo koeficienti i përhapjes së gjës negative është shumë i madh. Kolegët tanë dhe miqtë tanë media thonë që e keqja bën lajm, asnjëherë e mira nuk bën lajm, kështu që është e justifikuar. Është shpejtësia me të cilën përhapet lajmi i keq është shumë e lartë. Doktor, a ka raste në punën tuaj që dorëzoheni dhe thoni këtë e ka në dorë vetëm Zoti? Edhe në këtë mënyrë a besoni në Zot në punën tuaj apo jo? Edhe në jetën tuaj sigurisht. Natyrisht unë besoj në Zot dhe nuk e di, po shumica e mjekëve po. Se s'mund të është një diçka, domethënë se mund të kapemi ke këto teoritë e ateistëve që si mund të më thuash ti që të besoj diku ku unë as e shoh dhe as e prek. Mirë, po ne edhe valët e telefonit apo të televizionit as i shohim dhe as i prekem, kështu që duhet një diçka që ti ta detektosh. Unë natyrisht besoj në Zot dhe shpesh kërkoj ndihmën e Zotit. Pse të mos e them. Shpesher puna jonë përballet me momente të vështira dhe atë moment që ta jep rastësia në gjatë operacionit apo mund të përballesh me një të papritur që shpesher na krijojnë probleme, kryesisht hemorragjit apo mos koagulimet e rasteve. Kemi pasur raste me fëmijë, për shembull, ose në preadoleshencë, zakonisht pacientët që asnjëherë nuk janë operuar, duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Se ai asnjëherë, si thua, nuk është çekuar në këtë moment, në nivel operator. Dhe ishte rasti që nuk ndalonte hemorragjia për arsye se pacienti kishte një talasemi të fshehur që ne se dinim hiç. Një hemofili të fshehur, një mungesë të një faktori tjetër, pastaj e diagnostikuam më vonë dhe e gjetëm, e bëm dhe e shpëtuam fëmijën, mirë po ne nuk e dinim që përpara. Dhe domethënë përballesh je përpara të papriturës, siç do jem dhe nesër në sallë të operacion. Se edhe nesër kam diçka shumë ndryshe. Çfarë keni nesër për ta ndarë me ne? Po kam diçka, një operacion, një endoprotezim të artikulacionit tek një pacient me artrit reumatoid, ku pacienti është guan që në moshën 3 vjeç me artrit reumatoid, dhe koksartrozat në artrit reumatoid në përgjithësi janë protruzive, ku koka femorale ka ndryrë totalisht deri afër baqinit. Dhe ke raporte shumë të ngushta me vazët iliake, me iliake, dhe natyrisht duhet të jesh shumë i kujdesshëm për të mos të ndodhur gjatë për të arritur suksesin. Gjithmonë në kirurgji, domethënë, është afër dhe suksesi në dështimi dhe shpeshherë kirurgët nxefen, ndoshta i kanë ato. Ato momentet e tyre. Nxefet e momenteve të tyre si sportistët. Doktor, do doja të pyesja tashmë në një këndvështrim tërësisht tjetër. Ju merrni mesazhe nga shumë familjarë, nga shumë pacient. Cili është ai mesazh i veçantë që keni marrë deri më sot nga një familjar apo nga një pacient që doni ta ndani me ne? Ndoshta më i veçantë ma ka dhënë një pacient i moshuar. Unë i aplikova një teknikë të re mbas një frakture trastrokanterike para 15-20 vjetësh. Ishte personel mjekësor, teknika vajti shumë mirë dhe ai ishte shumë i kënaqur, domethënë u çua në kemp që javën e dytë, javën e tretë dhe ishte shumë i kënaqur. Dhe ajo që më ka thënë është u bëfsh 4 gjysh si mua. Ndoshta ky është urimi im. Shumë i bukur. Ose urimi tjetër që më japin shpesh herë, Zoti qoftë me ty. Ndoshta dhe kjo është ndoshta një gjë shumë e mirë.
Doktor, po në raport me familjen tuaj, me prindrit tuaj më saktë, ju më thatë që nëna më treguat një rast shumë interesant. Shumë interesant. Por gjithmonë është ere vetme që gjithmonë prindrit kanë këshilla që shpeshherë jetojnë me ne çdo ditë. Pra, nëna ose babai, a ju ka thënë një fjalë ose një këshill me cilën ju e keni çdo ditë me veten tuaj dhe nuk e lini asnjëherë pas dore si mendim? Po, më ka lënë një këshill të vyer babai. Do më thonë, do i trajtosh të gjithë pacientët njësoj. Shumë e bukur. Dhe, do më thonë, këtë mundu antari. Nuk mund të bësh neglizhime se kjo është, do shta ajo pasaj ti ke dalë, ose më mirë, hiqe bluzë dhe bardhë dhe vish një bluzë tjetër. Ose mos hyrë, nëse do hysh në kapitalizm mjekësor, atëre hiqe bluzën e bardha, shiko punë. Doktor, jetojmë një kohë kur sigurisht kemi parë që ka një ndryshim në qasjen edhe të studentëve në raport me profesionin, me zanatin, edhe shpeshherë në të gjithë profilet mjekësore, pra qoftë në raportin e infermierëve, qoftë në raportin e teknikëve dhe qoftë në raportin të studentëve mjekësisë. Cili është koncepti juaj për këtë brez të riash? Po kemi një brez profesionistësh, apo kemi një brez që po shkon më shumë drejt një jete më të thjeshtë, duke ikur jashtë, edhe pse ndonjëherë vendimi duket i vështirë, por është më i thjeshtë në gjykimin tim personal, për të braktisur vendin dhe për të ikur diku tjetër. Cili është opinioni juaj në raport me studentët tanë dhe me lëvizshmëritë që bëjnë ata në kohë që po jetojmë? Unë sapo kam mbaruar ciklin e seminareve me studentët para 2 javësh, më pak para 10 ditësh. Dhe naturisht me grupin që kisha isha shumë i kënaqur. Ne duhet jemi të kënaqur dhe për një fakt tjetër. Për arsye se në fakultetin e mjekësisë, për fatin ton vjen pjesa më e mirë e maturantëve. Pjesa më e mirë e maturantëve dhe vijnë dhe ata që dashurojnë profesionin e mjekut së dyti. Ndërsa dhe shoh që në pjesën teorike jemi shumë mirë. Aty ku neve ndoshta është fajm tepër joni se i studentëve, stonojmë është pjesa praktike e studentëve. Ne nuk i qëndrojmë në koka për t'i praktikuar ato ose për t'i futur nocionet e parat profesionale. Po i kërkojmë më tepër, unë mbaj mend diçka, domethënë nga provimet e mia, tash nuk mos të gaboj, domethënë se në nefrologji kur kemi dhëna në propedeutik më duket, domethënë provimi ishte me shkrim për pjesën teorike dhe do vizitomi një pacient në pavion për pjesën praktike. Domethënë ne se bëjmë kur këtë. Absolutisht. Domethënë ne jemi vërsulur drejt asaj që është ndoshta më thjesht, domethënë marrja e studentëve në provim qoftë me gojë me shkrima pavarësisht asaj, dhe i stonojmë shumë pjesës teorike, por pa haruar prakticitet. Ndërkohë nuk duhet të trembemi për pjesën tjetër që pse këta ikin jashtë. Por nuk e di, po ta ve dhe veten time unë në moshën që janë ata, ndoshta dhe unë do zgjidhja midis dy gjërave, do qëndroj në vendin tim, do shkoj në një vend tjetër, ndoshta jeta është më mirë aty, ndoshta jeta është më mirë këtu. Ne nuk duhet na trembi kjo, nuk duhet na stepi kjo, po neve duhet ta nxjerrim brezin e ri sa më të përgatitur që ati t'i vlej sa më shumë në jetë. Domethënë dhe një shkronjë të mësosh më shumë, më ka thënë një profesor që merreshte me bibliotekat, dije se ajo një ditë do të duhet në jetë. Ndoshta të duhet sikur s'duket. Profesori jon i nderuar i ortopedisë, profesor Panajon Boga, shpeshherë kur na jepte këshilla, na thoshte që këtë vere në sirtar. Domethënë mbaj mend edhe veren sirtar mos e haro. Emër shumë i madh. Shumë i madh. Profesorin ne kemi pasur fat që e kemi pas ato dhe profesor Panajotin, profesor Plumbin, profesor Edin, profesor Ilian, profesor Ladin. Ne kemi pas një bërtham me profesor shumë të mirë të klinikës dhe natyrisht ajo na ka dhënë shumë dorë. Në momentet e para të jetës sonë të udhëtimit profesional.
Doktor, si keni raportet tuaja me kohën? Domethënë, kirurgët vuajnë për kohën e lirë, mjekët në tërësi vuajnë për kohën, por kirurgët më së shumti. Si keni ju raportet me kohën? Edhe sigurisht me vrasin kryesor të kohës që është telefoni, se telefoni është kthyer në shumë probleme menaxhimi, raport me pacientët dhe jo vetëm. Po, në shumë probleme menaxhimi është kthyer, shpeshherë na ndihmon, sidomos me sistemet online apo me disa probleme të tjera ose me sistemet e WhatsAppit ku transmetojmë të dhënat e pacientit apo qoftë një ekzaminim radiologjik dhe shpeshherë komunikojmë dhe me pacient apo dhe me familjar qoftë nëpërmjet telefonit. Natyrisht që është konsumator i madh i kohës dhe shpeshherë vjen mesazhi të hënë në mëngjes që juve gjatë kësaj jave keni qenë kohë mesatare në ekran kaq orë. Nëse ti kur e shikon të duket e habitshme, domethënë që qoftë edhe 2 orë në ditët e ai ka ngrënë 14 orë nga jeta tënde duke shikuar telefonin. Por si të them, ne thash dhe pak më përpara, ne nga drasezetet e shkumë si shkuam në epokën digjitale dhe duhet të përshtatemi me atë natyrisht. Ajo është diçka e kohës, ti duhet të përshtatet me kohën. Pastaj se sa kohë të le ai, sa kohë domethënë të gjithë njerëzit Zoti i kanë dhënë nga 24 orë kohë. Në mënyra e menaxhimit pastaj është. Në mënyrë e menaxhimit dhe sa koeficienti i çdo gjë, pastaj është tjetër gjë. Është tjetër gjë. Ja. Doktor, në realitetin tonë ne jetojmë në një vend ku ka të mirat, ka dhe të këqijat e veta, ka problematika të vazhdueshme etj. Çfarë është ajo gjë që të trishton më shumë në realitetin tonë të jetës përditshme? Qoftë në raport me njerëzit, qoftë në raport me situata të ndryshme. Këtu do flasit që pa dashur t'ju lodh. Ajo që më trishton më shumë në shoqërinë tonë është si thua kontradiktat që ka shoqëria midis njëra tjetrës, mosbesimi që njerëzit kanë kërshi njëri tjetër. Unë nuk e di pse ka lindur ky mosbesim. Ti shkon diku qoftë në supermarket dhe nuk i beson produktit që ble, shkon diku tjetër nuk i beson produktit ble, vjen në spital nuk i beson doktorit, shkon atje nuk i beson atje. Nuk e di nga ka lindur gjithë ky mosbesim i shoqërisë sonë. Dhe pjesa tjetër që do thosha që kjo është fatkeqësi dhe ndoshta neve duhet shoqëria shqiptare, ndoshta sociologët, psikologët duhet punojnë shumë agresiviteti në masë ka shoqëri. Ne jemi mjek dhe nuk e di nga ka lindur gjithë ky agresivitet i shoqërisë. Brezi jon kur kemi qenë në fëmijë ka qenë tjetër jetë sociale, ndoshta në varfëri ekonomike, por në jetë sociale tjetër. Ndërsa sot ne mund të jemi shumë lart për sa i përket ekonomisë, po kemi një situatë në thonjza varfërinë sociale. Domethënë agresivitet. Del në rrugë, dikush bëhet agresiv, përplas makinën ti duhet të zihesh, duhet të kesh një kontradikt. Ndërkohë që shoqëritë të tjera, ndoshta në vende të tjera ku kemi qenë neve, nuk ekziston kjo. Unë do them dhe diçka që ndoshta e kam me të lexuar dhe kam krijuar një bindje, se më ndodh shpeshherë, ndoshta lagjet e banimit, qytetet e banimit apo zonat e banimit kanë si thua Viberin e tyre apo frekuencat e tyre. Dhe mua më ndodh shpeshherë kur shkoj në qytete të tjera, për shembull mos mbor tani Athinë apo Parisin, apo shkojnë për kongrese, konferenca, ka Viber tjetër qyteti. Domethënë ti indukton ndoshta më shumë dëshirë për punë, më shumë dëshirë për studim, më pak stres. Nuk e di pse është Viberi jon i tillë. Disa psikologë, domethënë siç kam lexuar thonë që duhet, domethënë në çdo qytet apo çdo shoqëri apo zona e banimit duhet të ketë kaq njerëz të mirë. Domethënë me një Viber të mirë. Ndoshta ne na ka rënë frekuenca e tyre. Nuk e di kush mund të jetë arsyeja se po futemi në gjykimin tim doktor është arsye kryesore është pikërisht sepse njerëzit kanë filluar të kthehen shumë oportunistë dhe materialistë dhe kanë humbur vlerat njerëzore. Domethënë
ka një tendencë për të pasur më pak njerëz të mirë, duke qenë se njerëzit e shikojnë gjithçka në koncept tërësisht personal në shumicën e raste, pra japin pak komunitetit, bëjnë pak për të tjerët, bëjnë pak edhe për veten e tyre, bëjnë pak në funksion të edukimit apo të zhvillimit përpara. Domethënë ka një ndryshim të qasjes dhe këtë kur e shikonte të rinj, pa diskutim që është reflektuar pastaj në çdo lloj grup moshe. Doktor, në momentin që e mbaroni karrierën tuaj nesër, dhe uleni në divanin tuaj dhe doni të shikoni atë jetën tuaj si një film, cili do dohet të ishte, le të themi, qëllimi që do i kishit vendosur vetes tuaj dhe cili do të ishte mënyra se si njerëzit do doni t'ju mbani mend? Unë do doja të mbanin mend njerëzit për emrin e mirë, jo për gjë tjetër. Për emrin e mirë si njeri që bëri humanizma dhe solli të mira. Ose pse jo dhe si një person që edukoi fëmijët mirë. Edhe familja është pjesë shumë e rëndësishme e jetës së çdo njeriu, jo vetëm të një mjeku, por me që jam këtu do them edhe dy fjali tjera. Një mjek apo dhe një profesionist tjetër, si thua, familja është prapavija e tij. Dhe është shumë e rëndësishme. Si një ushtri, nëse s'ke prapavit fort, atëherë je destinuar të humbësh. Është shumë e rëndësishme. Ne kemi ardhur dal nga dal drejt fundit të emisionit. Unë do doja për ju dhe një mesazh të fundit drejtuar të rinjve, si një profesionist shumë i mirë dhe si njeri në karrierë të ndërtuar me sinqeritet dhe me pozitivitetin e gjithë veprës tuaj. Cili është ai mesazh që do doni të lini të rinjve për këto? Unë do të desha të thosha dy fjalë në drejtim të dashurisë që duhet të kenë për profesionin, për të rinjt kryesisht mjekë e kanë fjalën, për profesionin, dhe një këshill do jepja, domethënë, si thua, mos e perifrazoj keq ndoshta tani, po i njëjti vresht një vit prodhon verë të mirë dhe një vit s'prodhon verë të mirë. Dhe kjo është në varësi të shirave, të erave, të nxehtësisë, të klimës që bën atë vit. Unë do jepja një këshill, të mos djegin stadet e jetës. Domethënë, fakulteti është fakultet, praktika është praktikë, marrja e formimi i përgjithshëm është formimi i përgjithshëm, specialiteti është specialitet. Domethënë, ti duhet të bësh ecurin, mos djegësh stadet. Për shembull, nëse unë do, si të them, ose s'dua të ndryj në këto gjëra, nëse unë do kem miq shumë që në vit 6 fakultetit edhe e kam gocën time studente dhe marrë fut i jap një specialitet mirë, po nuk është ajo. Nuk është kjo zgjidhja. Nuk është ajo zgjidhja. Domethënë, do ishte gabim. Ajo do të pa e dashuruar profesionin, pa e dashuruar specialitetin, pa bërë formimin e përgjithshëm, atëherë ti do të dështosh pasaj. Do shkosh aty dhe do dështosh, je destinuar të dështosh, për arsye se stadet e jetës janë si stadet e zhvillimit të shoqërisë dhe mos idhemi në shoqëritë që do të thënë pa kaluar kapitalizmi nuk kalon dot në saqe të tjera. Doktor, unë të falenderoj shumë, të falenderoj për kohën tuaj, të falenderoj për bisedën e këndshme dhe të falenderoj që ishe pjesë e podcast me doktorin. Ju falenderoj dhe unë më keni krijuar një ambient shumë të mirëkush për ardhje shumë. Ju falenderoj. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.